Kapitulli 6. Dashuria që ngadhënjen. Tek Gjoni kapitulli 13 vargjet 34 dhe 35, lexojmë këto fjalë të Jezusit. Po ju jap tani një urdhërim të ri. Ta doni njëri tjetrin, sikurse unë ju kam dashur ju. Ashtu edhe ju ta doni njëri tjetrin. Kjo është njësia matëse e krishtërimit dhe dinamizmi i revolucionit që filloi vetë Jezus Krisht. Disa të krishterë të japin përshtypjen se e kanë lexuar gabim këtë varg. Ata me sa duket e lexojnë kështu. Nga kjo do të dihet se jeni dishepujt e mi, kur të mos keni pasuri. Ose kur ju t'i lexoni e t'i mbani në dorë Biblat tuaja. Apo në qoftë se përshkroni tokë e det për të fituar besimtar të rinj të Krishtit. Por jo, Jezusi nuk tha asnjërin nga këto. Ai tha se ka vetëm një gjë kryesore që do ta bindë botën se ne jemi dishepujt e tij. Dhe kjo gjë është dashuria për njëri tjetrin. Ne nuk jemi dishepujt të një teorie apo të një doktrine, apo të një institucioni, por dishepujt të Jezusit të dashur. Ishte dashuria ajo që e shtyu Jezusin të jepte jetën për ne, dhe ndjekësit e Jezusit janë urdhëruar ta kenë këtë lloj dashurie. Ndonjëherë njerëzit më kanë pyetur, si e kupton ti dashurinë e Perëndis? Përgjigjja ime gjendet tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 3, vargu 16. Në këtë e kemi njohur dashurinë. Ai e dha jetën e tij për ne. Përpasoj, thot Gjoni, dhe ne kemi për detyrë t'i japim jetën tonë për vëllezërit. Jezusi na tha se kjo është dashuria supreme, pasi askush s'ka dashuri më të madhe se kjo, që t'i jap dikush jetën e vet për miqtë e tij. Gjoni kapitulli 15, vargu 13. Dashuria është thelbi i të qenit dishepull. Është muri që rrethon një dishepull, çatia që e mbron atë dhe trualli mbi të cilin ai mbështetet. Bibla thekson me forcë se edhe pse unë mund të flas të gjitha gjuhët e njerëzve, edhe të ëngjëve, të kem gjithur të sin, të bëj sakrifica të mëdha, të jap trupin tim të digjet, unë nuk vlej asgjë nëse nuk i bëj këto në dashuri. Shumë për nesh duhet të pranojnë se dim shumë pak për dashurinë ndaj njerëzve. E dim se shpeshherë kemi dashur për shkak të përfitimeve që na sillte kjo. Dashuria hyjnore është e paanshme. Ajo jepet një lloj të neveritshmit dhe tërheqësit, lypsit dhe princit. A është kjo dashuri me të vërtetë e mundur? A mund të zbatohet me sukses ajo? Kur unë jap veten për një tjetër, kur mbillem në dhe vdes me qëllim që të jap frut, kur e mohoj vetveten dhe marr kryqin dhe ndek Jezusin, a sjell e gjitha kjo një ndryshim revolucionar? Apo kjo më bën një fanatik të verbër që vrapon nga një vepër e mirë në tjetrën dhe përfundon i shtypur nga të fuqishmit? Kjo dashuri është e mundshme dhe është shumë praktike. Ajo nuk vjen natyrshëm e as brenda çastit, në një shërbes për kushtimi apo nga ndonjë përvojë e veçantë. Dashuria e vërtet vjen nga Perëndia. Mund të ndodhë që dikush ta përvetsoj dashurinë e Perëndis pas një përvoje të jashtëzakonshme. Por kjo duhet të ndiqet nga një proces i vazhdueshëm i shprehjes së kësaj dashurie. Përndryshe, ajo përvojë do të mbetet e pafrytshme. Bibla e tregon qartë se si mund të përftohet e të zhvillohet më tej dashuria e Perëndis. Gjëja e parë që na tregon se është dashuria është fryti i Shpirtit të Shenjtë. Meqense çdo i krishter e ka Shpirtin e Shenjtë, çdo i krishter e ka këtë dashuri. Efesianëve kapitulli 5 vargu 18 jep një ndër urdhrat e pakt për sa i takon Shpirtit të Shenjtë në dhjatën e re. Dhe mos u dehni me verë në të cilën ka shthurje, por mbushuni me frymën. Mbushja e Shpirtit të Shenjtë vërshon deri tek njerëzit e tjerë. Cilat janë shenjat e mbushjes me Shpirtin e Shenjtë? Jepini zemër njëri tjetrit me psalme dhe këngë lavdërimi, siç e kërkon Shpirti. Ky është gëzimi dhe inkurajimi që të krishterët ndajnë me njëri tjetrin. Në këtë gjendje komunikojnë edhe me Perëndin.
Këndojini Zotit me falenderim e me gjithë zemër. Këto shenja shoqërojnë dashurinë që na jep Shpirti i Shenjtë. Shkrimi i Shenjtë gjithashtu na mëson se kjo dashuri rritet nëpërmjet lutjes. Pali është shembulli ynë. Për këtë arsye unë po i ul gjunjët e mi përpara atit të Zotit ton Jezus Krisht, që t'ju jap sipas pasurisë së lavdisë të tij, të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriu e brendshëm dhe ta njihni dashurinë e Krishtit, që të i kalon çdo njohuri, që të mbusheni në gjithë plotësinë e Perëndisë. Efesianëve kapitulli 3 vargjet 14, 16 dhe 19. Ndërsa Zoti bekon personin për të cilin lutemi, ai gjithashtu punon në zemrat tona. Nganjëherë, ne jemi pjesërisht përgjegjës për dobësitë të tjerëve dhe dobësitë në jetën e një vllai, të cilat mund të pasqyrojnë dobësinë në jetën tonë. Në qoftë se unë dalloj me anë të Shpirtit të Shenjtë se diçka nuk shkon, me anë të lutjes mund të ndihmoj në ndryshimin e asaj gjëje. Le të lutemi me zell për njerëzit që nuk na pëlqejnë apo që nuk i kuptojmë, dhe Perëndia do ta ndryshojë atë situatë. Kemi shumë shembuj të tillë në Shkrimin e Shenjtë, dhe Jezusi na ka thënë të lutemi për të gjithë njerëzit, përfshi edhe armiqtë të tanë. Ne mund të ndërmarrim një hap tjetër të dobishëm në qoftë se lutemi me personin e fjalë. Në qoftë se keni probleme me dikë në kishën apo në grupin tuaj, përpiquni të luteni me të për nevoja e gëzime të ndryshme. Kjo përpjekje për të mirë kuptuar dhe për të hapur do të sjellë si shpërblim një miqësie dashuri gjithnjë në arritje. Dashuria e Perëndisë beson më të mirën për njerëzit dhe nuk i merr parasysh fjalët e thashethemet dashakeqëse. Dashuria u vjen në ndihmë të tjerëve dhe ndjen simpati për ta. Ndoshta personi është i paralizuar nga probleme të mëdha. Shëndeti jo i mirë mund ta ketë vënë poshtë. Mjedisi shoqëror ku është rritur ose trashëgimia e tij e kontrollojnë ende. Lutja, së bashku, hap kanalin e dashurisë dhe urtësisë së Zotit ndaj të dy lutësve. Besimi në sovranitetin e Perëndisë na jep mundësi të kemi paqe pasi kemi besim se ai kontrollon gjithçka që ndodh në botë. Ndonjëherë na duket se djalli po na kanoset fare pranë. Por ai është i dobët në krahasim me Perëndin, i cili ka në kontrollin e tij jetët tona. Ndonse se Satani përparon, ai nuk mund ta mposhtë krishterin që i beson Perëndisë. Ai mund të thotë, Perëndia është në këtë, dhe të kërkoj rrugdaljen e Zotit. Filipianëve kapitulli 1 vargu 6 na siguron se Perëndia ka filluar punën e tij në ne, dhe ai do ta përfundojë atë. Një hap tjetër që na arrit në dashuri është interesimi ynë për mirëqenien e të tjerëve. Kjo tregohet me fjalë, me vepra. Vëmendja e sinqertë ndërton një urë mes nesh dhe të tjerëve dhe na jep vend në jetën e tyre. Nëse personaliteti i dikujt bie ndesh me tuajin, bëjini atij pyetje për të gjetur interesat e përbashkëta dhe gjërat për të cilat mund t'i bëni komplimente. Disa nga ne e kanë të lehtë të tallen me të tjerët. Forma e veshjeve të tyre, moda e rrobave apo mënyrat e çuditshme të sjelljes. Shakat rreth të tjerëve janë të pëlqyeshme përsa kohë nuk e lëndojnë personin të cilit i drejtohen. Ami Carmichael thot: nëse unë bëj shakan në kurriz të një tjetri, nëse shpërfill dikë gjatë bisedës, apo qoftë edhe në mendimet e mia, atëherë nuk di asgjë nga dashuria e Kalvarit. Nëse i përçmoj ata të cilëve jam thirrur të shërbej dhe theksoj pikat e tyre të dobta, me qëllim që të vënë duke ato që unë mendoj se janë pikat e mia të forta, atëherë unë nuk di asgjë nga dashuria e Kalvarit. Një nxitje tjetër drejt dashurisë është i japësh diçka një tjetri. Ka një histori për një burr dhe një grua, martesa e të cilëve po shkonte keq më keq. Burri nuk kujtonte kurrë në një përvjetor apo ditëlindje dhe ankohej për gjithçka. Gruan po e lëshonte zemra çdo ditë më shumë. Një ditë ai, në mënyrë të pashpjegueshme, vendosi t'i çonte asaj lule. Kjo gjë ishte aq e pazakont, sa që kur ai u shfaq në derë dhe i zgjati lulet, ajo filloi të qante me dënes,
çfarë tërsi sot, rënkoi ajo. Kam qenë gjithë ditën e mërzitur me fëmijët, makina larse u prish, gjella mu doq dhe tani vjen edhe ti i dehur në shtëpi. Mos u vononi gjatë për të ndërtuar një marrëdhënie. Jepni diçka me vlerë praktike apo shpenzoni një moment që të tregoj se ju kujdeseni. Sa të verbër jemi nganjëherë ndaj fjalëve të Shkrimit të Shenjtë. Jezusi i urdhëroi njerëzit e tij ta ndihmonin njëri tjetrin duke thënë: "Për aq sa ja keni bërë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, ma keni bërë mua." Mateu, kapitulli 25, vargu 40. Ky është një pasazh revolucionar, dhe nëse do ta linim atë të depërtonte në mendjet tona çdo ditë, do të na ndryshonte jetën. Perëndia thotë se me qëndrimin ton kundrejt të dobtëve dhe të varfërve, zbulohet qëndrimi ynë ndaj birit të tij. Kjo duhet të na çojë edhe në pendim. Sepse ai që nuk e do vllain e tij të cilin e ka parë, si mund të doj Perëndin të cilin nuk e ka parë? Letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu 20. A mos e kemi harruar atë që quhet rregulli i artë? Gjithçka pra që ju doni t'ju bëjnë njerëzit, kështu ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Mateu kapitulli 7, vargu 12. Ky varg na ofron një test të thjeshtë për gjuhën dhe veprimet tona. A do të më pëlqente kjo gjë po të më bëhej mua? Eliminon thashethemet mizore dhe kriticizmin destruktiv dhe na shpëton nga gjykimi i ardhshëm. Bibla na thotë se kur është e nevojshme, ne duhet t'i korrigjojmë të tjerët me frymën e dashurisë. Vëllezër, nëse dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, këtu bëjmë përjashtim një numër i konsiderueshëm të krishterësh, ndërtojini të tillë në frymën e zemërbutësisë, duke u kujdesur për veten tënde, që të mos të ndohesh edhe ti. Galatasve kapitulli 6, vargu 1. Ami Carmichael shkruan: "Nëse shkojmë te dikush për ta korrigjuar pa ndjerë dhimbje në zemër, atëherë nuk dim asgjë nga dashuria e Kalvarit." Dashuria e përshkruar tek letra e parë e Korintasve kapitulli 13 nuk lë vend për gëzim ndaj dështimeve të tjerëve. Dashuria kurrë nuk flet duke pasur parasysh një qëndrim të tillë. Të thash se do të ndodhte kështu, duhet më kishe dëgjuar mua. Ajo përkundrazi ndjen keqardhje për ata që qajnë dhe u jep dorën atyre që rrëzohen. Bibla thotë se duhet t'ia rrëmbejmë njerëzit zjarrit të ferit. Ta konsiderosh këtë veprim të ashpër, do të thotë të keq kuptosh dashurinë. Dashuria e Jezusit nuk ishte e tipit të Hollywoodit. Dashuria e tij e nxiti atë që të shërbente. Unë besoj se ishte gjithashtu dashuria ajo që e çoi Jezusin në tempull për të pastruar rrëmujën e shkaktuar nga dëshira për para dhe për të dëbuar me dhunë tregtarët e pangopshëm. Ishte dashuria për drejtësinë. Ishte gjithashtu dashuria për ata që po mashtroheshin. Dashuria e nxiti atë për veprim gjatë gjithë jetës së tij. Dashuria arritet atëherë kur vihet në veprim. Puna e Zotit është t'i jap një dashuri që triumfon në të gjitha. Puna jon është ta shprehim dashurinë. Ndërsa ne ecim me Zotin, ai do të na mbush me besimin se ai që nisi një vepër të mirë në ju, ai edhe do ta përfundojë atë deri në ditën e Jezus Krishtit. Filipianëve kapitulli 6, vargu 1. Dhe Perëndia do të punojë në jetët e të tjerëve me anë të dashurisë, sepse dashuria e tij e përsosur nuk dështon kurrë.